Pasagjeri mori kompensim pasi fluturimi ishte vonuar mbi 3 orë. Nëse edhe fluturimi juaj është vonuar apo anulluar, na kontaktoni për të ndjekur çështjen tuaj. E gjithë procedura është falas. Paguani vetëm në rast suksesi. Sa kjo shënon një përmirësim të lehtë në krahasim me vitin 2023, vonesat dhe anulimet përkthehen në mbi 6 miliard euro kompensim të mundshëm për pasagerët e prekur, me mbi 2/3 e kësaj shume që zakonisht mbeten të pakërkuara. Në vitin 2024, gati 218.000 fluturime evropiane që mbërrinin kishin të drejtë për kompensim sipas rregullores së Bashkimit Evropian. Edhe pse disa nga këto ndërprerje u shkaktuan nga faktorë jashtë kontrollit të linjave ajrore, si moti i keq ose grevat, shifrat ende tregojnë për një total prej 6-5 miliard eurosh kompensim. Mesatarisht pagesat për kompensim për fluturim kanë qenë 250 euro dhe 400 euro. Nëse fluturimi juaj është vonuar 3 orë apo fluturimi juaj është anulluar, kontaktoni për ta ndjekur si procedurë shënim. E gjithë procedura është falas, paguani zyrën e avokatisë vetëm në rast suksesi. Pra, nëse merret kompensim atëherë paguhet zyra e avokatisë, nëse nuk merret kompensim nuk paguani asgjë. Numrin e telefonit për të kontaktuar e gjeni në profil.